Pas incidentit në Big Brother VIP midis Jozit dhe Gjestit, Zebervoki reagon ashpër ndaj komentuesve që e kërcënojnë se s'do të vi dot në Kosovë. Ja çfarë thot ai. Pas incidentit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ku Jozi goditi me shuplak Gjestin, ndërsa po largohej, duket se reagime të shumta dhe nga më të ndryshmet kanë qenë në rrjet, mes tyre dhe ish-banor të edicioneve të mëparshme, por edhe Zebervokit ish-banor i këtij formati, i cili në një live në Instagram ka komentuar ngjarjen. Koment i cili nuk u ka pëlqyer fansave të Gjestit. Ai është shprehur i revoltuar jo ndaj incidentit në vetvete, por në disa komente që lexonte në rrjetet sociale, siç ishte le të vijë Jozi në Kosovë. Ai tha se jo vetëm Jozi, por edhe ai i cili kishte një mendim kundër masës do të shkonin në Kosovë. Zebervoki shprehej për situatën një ditë më parë se gjëja po trajtohet sikur Gjesti është një minërin dhe Jozi goditi, kur në të vërtetë ishin dy burra. Provokimet kanë qenë edhe te lojës sipas Zebervokit, i cili argumentoi se në momentin që një person del, loja ka mbaruar aty dhe provokimet duhet të lihen brenda shtëpisë, teksa nga ana tjetër dënoi sadopak edhe Gjestin e Jozit. Por këto kritika ndaj Gjestin duket se kanë ardhur edhe me kërcënime të shumta në drejtim të Zebervokit. Ai u shpreh pas tyre kërcënimeve: "Nëse vjen Jozi në Kosovë, vi dhe unë me të", tha Zebervoki, duke sqaruar se nuk po e mbronte atë, por po kundërshtonte reagimet që nxisin dhunën me dhunë. Ai theksoi se si pëlqente as pak shpreha se si një shqiptar i Shqipërisë të godas një shqiptar të Kosovës, duke shtuar se sipas tij duhet thënë thjesht një shqiptar godet një shqiptar tjetër. "Për mua Kosova dhe Shqipëria janë një, shkoj në Kosovë sikur të shkoj në qytetin tim të lindjes", tha ai me bindje. Në live-in e tij, Zebervoki përmendi gjithashtu edhe video që qarkullon në rrjet, ku disa të rinj shfaqeshin para Top Channel-it duke thënë: "Hajde përballu me burra", menjëherë pas incidentit. Sipas tij, kjo nuk ishte zgjidhja e dur dhe vuri në dukje se ata djem nuk kanë qëndruar më shumë se 3 minuta aty. Në fund ai u bëri thirrje ndjekësve të tregohen të kujdesshëm me fjalë e të mos nxisin përçarje midis shqiptarëve në dy anët e kufirit, pasi ajo ndodhi ishte midis dy individëve në veçantë.